Zyrtarisht në sezonin e ujorit zbuloni çfarë do të ndodh me secilën shenjë të horoskopit, që nga momenti kur dielli hyn në këtë shenjë të ajrit, të lidhur me rebelimin, progresin dhe vetëdijen shoqërore, gjendja shpirtërore kolektive ndryshon nga qëndrueshmëria bricjapi në vetëdijen radikale ujori, me Plutonin që po kalon gjithashtu këtë shenjë. Mund të thuhet me siguri se ky sezon jo vetëm që do të ekspozoj sisteme të vjetëruara dhe dinamika sociale, por gjithashtu do t'ju sfidoj të dilni nga kutit në të cilat as nuk e dinit se po e mbanit veten mbyllur. E gjitha fillon në 19 janar kur dielli kalon në ujor, duke nxjerrë në pa gjithçka nga liria jon individuale deri tek ndjesia e përkatësisë së botës. Dashi nuk po krijon vetëm lidhje të reja këtë sezon, po krijon një të ardhme që më në fund ju duket autentike. Sezoni ujorit ju nxjerr nga mendja dhe ju vendos pikërisht në mes të dhomës, qoftë me një bisedë në grup apo një shkëmbim idesh mujore. Me diellin, Mërkurin dhe Marsin që aktivizojnë shtëpinë tuaj të 11, miqësitë, rjetet dhe qëllimet afatgjata janë në qendër të vëmendjes, po e kuptoni se cilat lidhje mbështesin në të ardhmen tuaj dhe cilat po ju shterojnë energjit. Mund ta gjeni veten duke marrë nisma ose thjesht duke thënë ato që mendojnë të gjithë të tjerët, por askush nuk do ta pranojë. Një bashkëpunim mund të rritet me shpejtësi, veçanërisht rreth 27 janarit kur dinamikat e pushtetit brenda një grupi dalin në sipërfaqe. Kjo mund të duket si marrja e kontrollit një projekti, largimi nga një komunitet toksik dhe vendosja më në fund të kufive me disa miq. Po e kuptoni se cilat lidhje mbështesin në të ardhmen tuaj, të cilat po ju shterojnë energjit. Mund ta gjeni veten duke marrë nisma ose thjesht duke thënë ato që mendojnë të tjerët, por askush nuk do ta pranojë. Një bashkëpunim mund të rritet me shpejtësi, veçanërisht rreth 27 janarit kur dinamikat e pushtetit brenda një grupi dalin në sipërfaqe. Kjo mund të duket si marrja e kontrollit të një projekti, largimi nga një komunitet toksik ose vendosja më në fund të disa kufive me disa miq. Demi, gati apo jo? Sezoni ujorit është këtu për t'ju vënë në qendër të vëmendjes dem. Me diellin, Mërkurin dhe Marsin që lëvizin nëpër shtëpinë tuaj të 10, reputacioni, ambicjet dhe personaliteti juaj publik janë nën presion për të evoluar. Nuk ka të bëjë me punën më të fortë për miratim, por me punën dhe lëvizjen ndryshe. Mund të ndiheni të detyruar të flisni në takime, të paraqisni një ide të guximshme ose të sfidoni një strukturë që po kufizon rritjen tuaj. Rreth datës 27 janar kur Marsi takohet me Plutonin në krye të tabelës tuaj, do të ndodh një ndryshim fuqie. Kjo mund të duket si marrja e kontrollit të një roli udhëheqës, lënia e një pune që ju ka shtruar fuqit në heshtje dhe të kuptuarit se keni tejkaluar versionin e suksesit që dikur ndiqnit. Rreziqet ndihen të larta, por edhe ndjenja juaj e veprimit, pasi nuk jeni më të gatshëm të luani gjëra të vogla për të ruajtur paqen. Pra pas skenave ndodh një transformim i qetë, por po aq i rëndësishëm. Neptuni dhe Saturni që ri në dash edhe shtëpinë tuaj të 12 e sjellin vëmendjen brenda vetes, duke ju nxitur të përballeni me lodhjen, frikën e pandërgjeshme dhe barën emocionale të qenurit gjithmonë njeri i besueshëm. Mund të ndiheni të thirrur për t'u tërhequr, për të shkuar në ditar ose për të mbajtur kohën dhe energjinë tuaj më me forcë, edhe pse kërkesat e karrierës tuaj rriten. Hëna e plot në Luan në një shkurt sjell ndërgjegjësim në shtëpinë dhe jetën tuaj familjare, duke zbuluar se ku siguria emocionale duhet forcohet, qoftë kjo duke vendosur kufi me të afërmit apo thjesht duke i lejuar vetes të pushoni pa ndier faj. Nga eklipsi diellor në ujor, në 17 shkurt, rruga juaj publike rivendoset, një titull i ri ose një qëllim afatgjat del në pa dhe këtë herë ndihet tamam siç duhet. Binjakët, pikpamja juaj botërore po hapet me njëherë binjak. Sezoni ujorit ju kërkon të mendoni më gjerë dhe të merrni rreziqet e nevojshme për të ndjekur qëllimet dhe ëndrat tuaja
Me diellin, Mërkurin dhe Marsin që aktivizojnë shtëpinë tuaj të nëntë të zgjeruar, ka shumë mundësi që kuriozitetet tuaja të mos ndihen të lehta, përkundrazi mund të keni një ndjenjë urgjence dhe shqetësimi. Gjithashtu, mund të jeni duke vënë në dyshim bindjet që dikur i keni pranuar pa hezituar ose duke u zhytur në një temë që e ndryshon plotësisht perspektivën tuaj, po bëni gjëra nga të cilat normalisht do të bindit veten të hiqni dorë. Pastaj, sapo Marsi bashkohet me Plutonin në këtë zonë të tabelës tuaj, në 27 janar, një moment ndriçimi ju çon në një ndalesë të fortë, nuk mund të vazhdoni të jetoni jetën tuaj sipas një filozofie të vjetruar dhe nëse dikur kishte kuptim. Kjo mund të manifestohet si një ndryshim në drejtimin e karrierës pas një bisede me një mentor, ose më në fund duke u angazhuar në një rrugë që e keni menduar, por e keni shmangur. Në të njëjtën kohë, jeta juaj shoqërore por transferohet fal Neptunit dhe Saturnit në dash, shtëpia juaj 11, duke ripërcaktuar vizionet tuaja të ardhme dhe ndjenjën e përkatësisë në botë. Mos u dekurajoni nëse ndiheni të zhgënjur nga miqësi ose komunitete të caktuara. Prania e Saturnit ju kërkon të jeni të qëllimshëm në lidhje me ato që po kërkoni dhe ndërtoni, cilësi mbi sasi gjithmonë. Pastaj në një shkurtër e plot në Luan, i jep rëndësi shtëpisë suaj të tretë të komunikimit dhe mjedisit të afërt, qartësi emocionale arrin nëpërmes një bisede, njoftimi ose nxitje brutalisht të sinqertë në një ditar. Vizionet të reja shfaqen gjatë eklipsit diellor në ujor në 17 shkurt. Temat e intimitetit, besimit, sipërmarrjeve të përbashkëta dhe pushtetit dalin në sipërfaqe. Këtu zhvillohen bisedat e pakëndshme, veçanërisht ato që lidhen me paratë, angazhimin dhe reciprocitetin emocional. Mund ta gjeni veten duke rinegociuar marrëveshje financiare dhe duke u përballur me pakënaqësi të vazhdueshme në një marrëdhënie të ngushtë ose duke kuptuar se një dinamikë që dikur e toleronit nuk është e qëndrueshme. Rreth 27 janarit, kur Marsi takohet me Plutonin, diçka arrin në një pikë these. Kjo mund të shfaqet si vendosja e një kufiri të fortë, kërkesa për transparencë ose pranimi më në fund i asaj që ju nevojitet për të ndjerë të sigurt dhe të respektuar. Në të njëjtën kohë, jeta juaj publike po ndryshon në heshtje. Rritja e Neptunit dhe Saturnit në dash dhe shtëpinë tuaj të 10 sjell një moment të kthjellët, por sqarues rreth karrierës dhe qëllimit. Ëndrat me të cilat keni flirtuar vitin e kaluar tani kërkojnë strukturë, disiplinë dhe ndjekje. Mund të ndiheni të ndarë midis ambicieve tuaja dhe ndjenjës së sigurisë tani, veçanërisht me ënën e plot në Luan, që arrin kulmin në një shkurt. Kjo hën ju detyron të rivendosni gjithçka, nga vetë vlerësimi te prioritetet tuaja financiare, apo kompensoheni në mënyrë që pasqyrojmë vlerën tuaj. Deri në eklipsin diellor të 17 shkurtit në ujor, do të shpaloset një rivendosje e thellë. Kjo është një rilindje që ju kërkon të lini pas lidhjet e vjetëruara dhe të hyni në një version të ri të vetes. Luani, askush nuk po e zbeh dritën tuaj. Sezoni ujorit është ekuivalent me një pasqyrë me përjashtim të faktit që është përballë marrëdhënieve tuaja kok më kok, por me diellin, Mërkurin dhe Marsin që ndezin shtëpinë tuaj të 7 të partneriteteve të përkushtuara, nuk do të ketë vend për lidhje sipërfaqësore. Peshorja. Gëzimi është thelbësor për mirëqenien tuaj peshore. Me diellin, Mërkurin dhe Marsin që aktivizojnë shtëpinë tuaj të 5 të vetëshprehjes, dëshira juaj për të flirtuar me jetën kthehet me forcë të plot këtë sezon. Ju dëshironi autenticitet kur bëhet fjala për mënyrën se si krijoni, doni dhe shfaqni para atyre përreth jush. Një projekt pasioni mund të kërkoj papritmas më shumë vëmendjen tuaj ose një lidhje romantike mund të rritet duke ju shtyrë të reflektoni nëse po luani sigurisht apo po rrezikoni ndershmërinë. Rreth 27 janarit, kur Marsi takohet me Plutonin, tensionet vazhdojnë të rriten. Kjo mund të shfaqet si ndarja më në fund të punës tuaj publikisht ose përballja e dinamikave të pushtetit në jetën tuaj të takimeve. Nëse keni fëmijë, logjistika gjithashtu mund të hyjë në punë. Në të njëjtën kohë, marrëdhëniet tuaja po kalojnë në heshtje një kontroll realiteti pasi kthimi i Neptunit në dash dhe në shtëpinë tuaj të 7 mund të turbullojë vijat ndarse midis fantazisë dhe realitetit, duke e bërë më të lehtë romanticizmin e partnerëve ose anashkalimin
e sinjaleve paralajmëruese. Megjithatë, hyrja e Saturnit më vonë gjatë sezonit kërkon qartësi, kufi dhe përgjegjësi. Mund të kuptoni se disa lidhje kanë më shumë potencial se sa qëllime të vërteta. Pastaj, hëna e plot në Luan. Në një shkurt aktivizon shtëpinë tuaj të 11 duke vënë në qendër vëmendjes miqësitë dhe komunitetet që ju duan të mirën kundrejt atyre që thjesht tolerojnë shkëlqimin tuaj. Prisni një rivendosje krijuese dhe romantike rreth eklipsit diellor në Ujor në 17 shkurt. Akrepi është koha për të ndërtuar një jetë që ju mbështet nga brenda dhe jashtë. Sezoni ujorit drejton vëmendjen tuaj brenda vetes në një mënyrë që kërkon ndjeshmëri dhe ndershmëri në lidhje me atë që në të vërtetë ndihet si shtëpi. Me diellin, Mërkurin dhe Marsin që aktivizojnë shtëpinë tuaj të katërt të ndjenjave më të thella, çështjet familjare, situatat e jetesës dhe qëndrueshmëria juaj emocionale marrin përparësi. Bisedat me të afërmit të mund të nxjerrin në sipërfaqe modelet vjetra që mendonit se i kishit tejkaluar ose mund të ndjeni një dëshirë urgjente për të rimarrë hapësirën dhe lirin tuaj. Në 27 janar të dy sundimtarët tuaj qiellor do të bashkojnë forcat në këtë fushë të tabelës tuaj, gjë që mund të rezultojë në një pikthese të rëndësishme. Kjo mund të duket si një përballje me një dinamik familjare që ju ka prekur prej vitesh, ose ndoshta vendimi për të rinovuar shtëpinë tuaj. Në të njëjtën kohë, me Neptunin dhe Saturnin që hyjnë në shenjën e Dashit dhe në shtëpinë tuaj të gjashtë, po ndodhin ndryshime me punën, shëndetin dhe përgjegjësinë. Mund të kuptoni se disa zakone, punë ose detyrime po ju shterojnë më shumë se sa po ju mbështesin. Megjithatë, hëna e plot në Luan në një shkurt prek shtëpinë tuaj të 10 karrierës duke sjellë një moment dukshmërie dhe njohje që mund të kundërshtoj procesin tuaj emocional. Mund të ndiheni të ndarë midis pritjeve profesionaleve dhe nevojave personale, por ky tension zbulon se çfarë mungon. Deri në eklipsin diellor në 17 shkurt, një rivendosje në themelet tuaja paraqet një kapitull të ri në mënyrë se si e përcaktoni sigurinë të vërtetën dhe përkatësinë emocionale. Shigjetari, një peisazh krejt i ri mendor po krijohet shigjetar për ju. Me diellin, Mërkurin dhe Marsin që udhëtojnë nëpër Ujor dhe shtëpinë tuaj të tretë të kuriozitetit, idet lëvizin më shpejt dhe zëri juaj ka më shumë peshë se zakonisht. Në përgjithësi, sezoni ujorit është këtu për të ripërcaktuar mënyrën se si mendoni, flisni dhe lidheni me ata përreth jush. Mund ta gjesh veten duke folur hapur, duke vendosur kufi me vëllezërit dhe motrat ose fqinjët, ose duke kuptuar se disa biseda vazhdojnë pas zgjidhje. Mbani në mendje se kur Marsi të takohet me Plutonin në 27 janar, një zbulim i fortë mund t'ju zërë në befasi. Kjo mund të duket si një përballje që sqaron situatën njëherë përgjithmonë ose një vendim për të ndalur shpjegimet tuaja ndaj njerëzve të vendosur t'ju keq kuptojnë. Ndërkohë krijimtaria dhe gëzimi po kërkojnë në heshtje më shumë nga përkushtimi dhe vëmendja juaj. Në fund të fundit, Neptuni dhe Saturni po rihyjnë në Dash dhe në shtëpinë tuaj të pestë, duke ju tërhequr drejt frymëzimit të romancës dhe shprehjes së vetvetes. Një ide krijuese që vitin e kaluar dukej si një fantazm, tani kërkon strukturë dhe ndjekje të mëtejshme. Mund ta merrni seriozisht një projekt pasioni ose të ripërcaktoni një lidhje romantike sipas kushteve tuaja. Pas një shkurtit, një hënë e plot në Luan do të ndezë shtëpinë tuaj të nëntë të zgjerimit, duke sjellë qartësi emocionale rreth bindjeve, planeve të udhëtimit dhe trajektores së jetës suaj. Mënyra të reja të menduarit, mësuarit dhe të komunikimit shfaqen gjatë eklipsit diellor në Ujor në 17 shkurt. Bricjapi, rifitoni ndjenjën tuaj të sigurisë bricjap. Sezoni ujorit e vë në qendër të vëmendjes atë që vlerësoni në të vërtetë, jo vetëm financiarisht, por edhe emocionalisht edhe energjikisht. Me diellin, Mërkurin dhe Marsin që aktivizojnë shtëpinë tuaj të dytë parat, vetvlerësimi dhe prioritetet personale vinë në fokus. Mund të filloni të vini në dyshim nëse të ardhurat tuaja pasqyrojnë vërtet përpjekjet tuaja apo nëse i keni nënvlerësuar aftësitë tuaja nga zakoni. Bisedat rreth pagesave ose sigurisë afatgjatë duken të pashmangshme tani, veçanërisht rreth 27 janarit, kur Marsi takohet me Plutonin. Kjo mund të rishfaqë një rinegocim, një kontratë ose thjesht kuptimin se si një situatë nuk ja vlen më.
Po mësoni se qëndrueshmëria nuk buron vetëm nga disiplina. Në të njëjtën kohë, po ndodhin ndryshime në shtëpi dhe brenda themelit tuaj emocional. E gjitha kjo fal Neptunit dhe Saturnit që hynë në dash dhe në shtëpinë tuaj të katërt të shtëpisë. Kjo mund të ngjall kujtime të dinamikës familjare ose të ngjall një dëshirë për siguri dhe përkatësi në frontin e shtëpisë. Në një shkurt, një hënë plot e gjallë në luan do të ndriçojë shtëpinë tuaj të tetë, duke sjellë qartësi emocionale rreth burimeve të përbashkëta, intimitetit ose borxheve financiare ose emocionale që duhen adresuar. Një rivendosje vjen me eklipsin diellor në ujor në 17 shkurt dhe ky është një fillim i ri fuqishëm rreth mënyrës se si fitoni, shpenzoni dhe vlerësoni veten. Ujori, gëzuar ditëlindjen ujor, i ke të gjithë të pranishmit në territorin tënd. Plutoni, Mërkuri, Marsi, Afërdita dhe Dielli po aktivizojnë shtëpinë tënde të parë duke nxjerrë në pa dhe duke revolucionarizuar gjithçka nga kushje deri tek mënyra se si dukesh. Mund të ndiheni më të hapur, më të vendosur dhe më pak të duruar me njerëzit që projektojnë pritjet e tyre mbi ju. Kjo mund të duket si ndryshim i pamjes tuaj, riprezantimi vetes në hapësirat profesionale dhe në fund të fundit kjo është ajo që dua, pasbutje. Rreth datës 27 janar, kur Marsi krijon një lidhje me Plutonin në shenjën tuaj, diçka ndryshon ndërsa ripërtëritja juaj personale arrin në një pikë pakthim. Mund përballeni me dikoj që ju ka nënvlerësuar ose të ndërmerrni veprime të guximshme që ndryshojnë përgjithmonë mënyrën se si të perceptojnë të tjerët. Ndërkohë, me Neptunin dhe Saturnin që rihyjnë në dash dhe në shtëpinë tuaj të tetë të komunikimit, ekziston një sasi e barabartë frymëzimi dhe përgjegjësie për mënyrën se si komunikoni. Mund të ndiheni të thirrur për të shkuar, folur ose dhënë mësim, por bisedat boshe humbasin tërheqjen e tyre. Do të ketë një hënë të plot në luan, në një shkurt duke ndezur shtëpinë tuaj të shtatë angazhuar të marrëdhënieve dhe marrëveshjeve kontraktuale. Kjo mund të sjellë një moment përcaktues me një partner, klient ose të dashur. Eklipsi diellor në shenjën tuaj në 17 shkurt është tepër i rëndësishëm. Konsiderojeni këtë si një kapitull të ri ndërsa po qëndroni në një vit të re nisjeje. Peshqit, nëse punoni pak, nuk do të thotë që po shmangeni. Në fakt, sezoni ujorit po ju tërheq qëllimisht pas skenave dhe në hapësirat e qeta ku intuita juaj flet më shumë se logjika dhe fjalët. Natyrisht me Diellin, Mërkurin dhe Marsin që lëvizin në shtëpinë tuaj të 12, kjo është një periudhë reflektimi, mbyllje dhe detoksifikimi emocional, veçanërisht para se të vi sezoni i ditëlindjes. Mund të ndiheni më pak të interesuar të jeni të dukshëm dhe më të tërhequr nga vetmia, terapia, shkrimi në ditar ose praktikat shpirtërore që ndihmojnë të përpunoni atë që keni mbartur. Kujtimet e vjetra, ëndrat ose bisedat e pasgjidhura mund të rishfaqen, jo për t'u përpjekur dhe për t'ju përndjekur, por për t'u çliruar. Pastaj kur Marsi krijon konjunksion me Plutonin në ujor në 27 janar, gjithçka e fshehur arrin në një pikë these. Kjo mund të duket si përballja me një frikë që e keni shmangur ose të kuptuarit se vetë sabotimi ka ndikuar në heshtje në zgjedhjet tuaja. Në të njëjtën kohë, marrëdhënia juaj me paratë dhe vetvlerësimin është duke evoluar. Kjo është veçanërisht e vërtetë me Neptunin dhe Saturnin që rihyn në dash dhe në shtëpinë tuaj të dytë të qëndrueshmërisë. Mund të ndjeni të thirrur, të fitoni ndryshe, të rrisni çmimin e vlerës tuaj ose thjesht të ndaloni së lidhurini vlerën tuaj me vlerësimin e jashtëm. Sa po hëna të arri kulmin në luan. Në një shkurt, shtëpia juaj e gjashtë e rutinës dhe mirëqenies ndriçohet duke tërhequr vëmendjen tuaj në gjithçka, nga zakonet e përditshme deri tek ekuilibri juaj midis punës dhe jetës. Nëse lodhja mendore duket e pamundur për t'u injoruar, dijeni se ndryshimet e vogla bëjnë një ndryshim të madh. Megjithatë, një kapitull mbyllet gjatë eklipsit diellor në ujor në 17 shkurt. Besojini këtij procesi.